Nuk falet kjo. Kur ka qenë momenti kur... Nuk falet, shiqoni, nuk falet ofendimi, nuk falet paveshia, nuk falet shërbimi ndaj armiqve të vendit tonë. As kërkuj që ja falin. Kjo është vend aleati i Amerikës. Kushdo që i bën shërbime të këqija ndaj Kosovës nuk kanë me ja falë, beshoni. Nështë shqiptarët e Kosovës ja falin, ata nuk ja falin, se ata punojnë me harta tjera, afatgjata. Kushdo që i sillet keq me atë dhënë vetë nuk kanë me ja falë. Kur ka qenë momenti kur ju i ndat rrugët përfundimisht me Kurtin, ju si Ramush Haradinaj, sepse e dim ka pasur të kaluar në momente kur keni bashkëpunuar, pastaj derisa ishte kryeministër erdhi në kullën tuaj në 24 mars. U duk si kër ofrim dhe edhe unë dhe ju e dim që nuk ishte rastësishme ajo vizita së kohë. Në përvjetor dëshmorëve ne nuk e mbyllim derën, nuk i thëmë dikuj mos hyn. Edhe është ashtu, ajo është tradita jona, kulla nuk është zyre aleancës. Edhe pse vinë zyrtarët aleancës e të partive tjera, po aty na vinë të gjithë, po nuk është zyre aleancës, nuk është aleancë, është hapësirë tjetër. Në veprimet e tij, fra mos harroni edhe një gjë. Nuk ka njeri më të lumtur se Ramush Haradinaj kur e sheh suksesin e policisë tonë veri. Por nuk ka njeri më të shqetësuar kur i sheh vakumet që po krijohen për showbizit. Edhe mos e harroni, unë jam anku për showbizin e këtyne edhe para Banjskës. Kur jeni ankuar para Banjskës? Vazhdimisht, e në ndodhi Banjska. Nuk bëhet showbiz me siguri, ju lutem, besani, nuk e bë kërkush. Vetëm këta njerëz i vojnë ato vetët e tyre, edhe i shumëfishojnë, edhe i shkepin, edhe lyp vot me atë kartë. I ke mbi 50% votësh në nivel veni, urna puna zhvillo vendin, zhvillo dhe sigurinë atje, por mos është i vendin tonë sankcione. As të BE-s, as të Amerikës, as gjitha këto. Nuk ka, shiqoni, kush o kancelari Merz. Çfarë shteti përfaqëson keni faqe ushqellke në takime me Trump. E pa takimin e presidentit Erdogan me Trumpin. E keni dëgju bisedat. E sa kujdes bëj Erdogan. Pse? Se e mbron interesin e Turkisë, don me lot lidhën me Amerikën. Me shkuri Kastraveç për Kosovë atje me shit men, me u vë aty në filozofi që shumë për mbroj rendin dhe ligjin, po Amerika që pëtonë me mbroj rendin ligjin. Thaj kemi 3D-ja, defense, development and diplomacy. A vetëm në diplomaci kemi... Kë ashtë gjotë njerit që ka, kë është më jashtë që i banë ashtë. Kë peshkatro vendin e vetë. Tona ta burat shtetëv, me tona të shtetet fuqishme, me tona të armatime që i kanë, Gjermania, e miliarda, e triliona, e Turkia dhe keni pasi u sjellshin. Dhe presidenti Trump ka një herë i pëshej këto fjallë aty në takime. A ke pasi u sjellë që i ke atyne që i kesh në zyre. Ata me kujdesh, ka dale, me fjallë të mira, me lonë vendin e vetë lidhën, me lonë me Amerikën. Kyni Kastraveç shkon atje, edhe me kujton që është shku me filozofu. Këj mu i filozofan, po vendit i shesherin. Edhe nuk ka qenë budal presidenti Rugova, që janë e fara luftës. E me gjitha ta vllazën tonë në Amerikë, kanë po shmosh me edukua Amerikën për ne. Ta janë do, me shpe thonë, shqivën na poplit hëtë në qenë pa i shpi. Ta njerëz nuk dhja kanë shpi. Edhe ata që investishin këta, nuk dhja kuptojnë që ka i bojnë shpis vetë, Kosovës, venit vetë, atë dhëvët vetë me këto sjellje. Nuk bëhet ajgare, kështu. Nuk guxon me shku në shtetë tynë atje, ti, me ligjeru atje, me shit pralla. Mamërë me kujdes. Çdo fjalë që qëtë përgoje me kujdes. Aty dikush o ka t'i këqyra ato fjalë. Ti e ki përfason një fovull. Pse Erdogani, për shembull, bëj ke kujdes nuk ja kthej as një fjalë atij. Pse Mesi, pse ai tjetri, pse ky, pse ai, pse Tom, pse i shkon këtë BE atij mos takimin me Putinin. Ja çka ky milionga? Si shkojnë në Amerikë